Vllaznia 3 dhe Tirana 5, ky është rezultati i ndeshjes në mes skuadrës Kuqe Blu dhe asaj Bardhë Blu në futsal. Me Denis Qokën e Vllaznisë që shënoi 2 gola sot, por nuk arriti të kontribuonte më tepër për skuadrën për të marrë një rezultat pozitiv. I vjen keq për këtë humbje Qokaj? Normalisht, edhe si që bua loja, besoj si na përkite ne rezultati pozitiv. U kështu e ka kjo lojë, kush gaban më pak, kush është më i qetë, ata e patën këtë gjallë e arritën në sukses fitoren, pavarësisht si usha tregoj gjatë tjetër. Ishit në 2 momente në avantazh, por nuk arritet 3 momente. 3 momente. Dhe mos golat tuaj e rikthyen avantazhin e Vllaznisë, por Tirana e shfrytëzoi nga ana e saj. Po pra këtë tasha më përpara qetësia e tyne, edhe mund të them edhe mos shansi jonë që ra me 3 shtylla, edhe pat me shumë raste, ata i shfrytëzonin më mirë edhe kështu që arritën fitoren. Gjithsesi u pa një lojë cilësore, publiku u arktua me këtë ndeshje, me një ndeshje rivalësh, që nuk mbyllë gjithçka sot, sepse edhe pse Tirana fitoi, është faza finale shumë shpejt. Dhe të 3 skuadrat, femërtari Vllaznia Tirana do të luajnë në finale. Po, si që tha edhe ti, po prap publiku nuk e intereson shumë loja, ma shumë i intereson rezultati, pavarësisht se ne kishim hyrë me objektiv vetëm me fitoren, pasi kishim ujta në Tiranë, ishte një e kishim përgatitur gjithë javën, nuk e patëm me sukses, kështu që na vjen keq për publikun, i cili sot me të vërtetë ishte i numër i konsiderueshëm. Bile ju kërkojmë falje për mos rezultat pozitiv. Kështu që shpresojmë prap nuk jena jashtë objektivave, pasi shkojmë play-off, edhe kështu që aloja jena të premtimi me sjell kampionatin shkollë. Denis, në aspektin personal, 2 golat e sotëm ju çojnë në kuotën e 8 golave dhe me sa kemi informacion jeni gërshënuesi më mirë i Vllaznisë në këtë kampionat. I kënaqur për golat, edhe pse keni munguar në 2 ndeshjet e para. Po, në 2 ndeshjet e para siç e dim kam qenë i dëmtuar, po realisht 2 gola do t'i kisha, si e thonë, do t'i kisha fal vetëm ta fitoshim meshën, se s'është ky sport nuk është individuale, është ekipor, që normalisht jam shumë i kënaqur për 2 golat, po siç thashë më parë kisha bë, si thotë as i gol më parë, atë kishte arrit fitoren si sa ja po gjithsesi çoj ka kjo. Për ta mbyllur këto 2 golat e sotëm dhe në tërësi 8 golat e këtij kampionati, për kë shkojnë? Dedikim. Normalisht për familjen, se ata kanë qenë mbështetja kryesore, edhe për stafin që më kanë dhënë besimin për me qenë pjesë e këtij ekipit, që besoj se është gjithë merita e ekipit këtë realizimet e golave. Tani suksese. Faleminderit.